pika doganore. Zakonisht një parti politike mbi atë temi zemërat, revolt, mbështet platformën e vet për të fituar vota pastaj. Ndërkohë, këtu në Shqipëri e tha Shider, raporteri i Parlamentit Evropian. Kjo me Molotovca duhet mbaroj një moment. Ajo duhet ktheheni në kuvend, se opozita aty duhet japi alternativën e saj. Me këto nuk them që duhet të heqet nga protesta se e ka në ADN-n e vet. Por temi këto lloj protestash që edhe kur nisën sot rreshëm, se unë në momentin që pash ato zërat moderuara që folën, tash okay. Pakën po del një mesazh tjetër, një qëndrim tjetër opozitës. Fund fare përfundojnë një lloj. Shko ka një gjë unë, se që thua që Molotovët në Europë, në fakt në Europë partitë politike nuk bëjnë as protesta. Sepse partitë politike parimisht janë pjesë sistemit politik dhe marrin pjesë në sistem, marrin pjesë parlament, marrin pjesë në institucione dhe politika bëhet në institucione, kryesisht parlament. Problemi është që ti del në rrugë kur s'ka institucione dhe kur institucionet janë të kapura, dhe këtu sigurisht që mund ta justifikosh këtë. Por në momentin që ti del në rrugë, ti duhet ta ndash mendjen që ti do bësh një politikë rrugë, do jesh dorë nga institucionet dhe ti do përmbysësh. Pra kur ti del në rrugë, do të thotë që o do e përmbysësh ose dil në rrugë, bëj xhiro, ktheu prapë shtëpi, kjo nuk ka kuptim. Për mua, dalja në rrugë është shenjë dobësie. Dhe ti del në rrugë kur pushteti kap gjëra që si takojnë t'i kapi dhe ti i dobët duke ndalon do t'i kapi, atë del në rrugë dhe demonstron forcë me qytetarët. Pra ti thua që unë kam qytetarët, vërtet mi ke marrë institucion, por unë kam qytetarët dhe kështu ti përleshesh me një pushtet që ka kapur gjërat. Por në momentin që ti s'ke as qytetarët ose pastaj ka dhe një gjë, për shembull, dëgjova zotin Noga që tha ky është narko kuvendi. Tha këta kanë kap kuvendi. Tani paradoksi i kësaj është që nesër në ora 10 do shkojnë në narko kuvend. Do shkojnë te narko kuvendi, do marrin pjesë në komisionin e reformës territoriale, ku do ndajnë padyshim siç do thoshte me drejt Beko, edhe pazarin e tortës elektorale, përveç të tjerave, kuptohet? Dhe në atë parlament që ti dje e goditet e quan të kapur, nuk është dhe i kapur, sepse në fund fare janë në një komision konsensual ku kanë të dyja palët njëjtin numër dhe kanë të njëjtën vendimarrje. Unë mendoj që është i kapur, por është i kapur nga të dy. Unë mendoj që të dyja palët e kanë kapur këtë shtet. Të dyja palët ndajnë tavën e pushtetit, ndajnë në leje ndërtimi, ndajnë resurse, ndajnë bëjnë politika, të kamzës. Ja e mësove. Asus dhjatë kamzës, po di gjëra tjera dhe këtu i shohin për ditë se si ndajnë blokat. Jam naiv. Unë them që protesta në vetë është shenjë dobësie, por protesta e dhunshme është shenjë akoma më shumë dobësie, sepse ti e bën të dhunshme protestën. Në fakt, kjo për mua s'isha as dhunë, po e përshkallëzojmë. Ti e bën dhunshme protestën kur ti s'ke qytetar, dhe kur ti s'ke qendestar. Dhe nga ana tjetër, dhe nga ana tjetër, po ta çoj deri Jo, deri në fund vëlla, vëri flakën qytetit aty. Edhe mos ik. Po jam se s'është. Si ti vej flakën qytetit, unë nuk besoj që të paktën ne duhet ta stimulojmë këtë gjë. Nuk po e stimuloj, po them, a e thua, më fal. Nuk e tha, ato nuk e tha dhe në fund fare dhe nuk e bëri. Doktori sot ka thënë mbi 66 herë fjalën revolt. Revolta është që tjetër, revolta s'do thotë ta degësh pa tjetër. Revolta s'do thotë që revolta do thotë që çfarë do thotë revolta? Revolt do thotë që ulemi te sheshi, ngrejmë çadrën, ngrejmë në uris, dakor, me që ikëm nga. Kjo është vazhdim në një mënyrë tjetër me që po çështja është këtu që shiko, pra vet dalja në shesh, dalja në shesh tregon dobësi për mjetet politike. Po dalja në shesh me protestë dhunshme tregon që ti pse e bën dhunshme, se ti s'ke njerëz që të rrish shesh ngujohesh dhe ta rrëzosh. Po kur ti se bën dot as dhunshme, sepse ti gjuan, më fal. Gjys ka njerëz, më fal. Nuk është ai vetore. I ka njerëzit gati ai përqendruar aty. Ku i kam, po nuk i ka pra. O nuk del ai, nuk del Flamuri, o nuk dalin ata që dolën dhe folën ore. Njerëzit që janë në shesh qytetar të betohem i rrin aty. Jo ata që dolën, 10% e tyre s'ka rëndësi. Janë këta janë këta që nuk shkojnë më. Unë besoj këtë. Sepse është Big Brother. Ai nuk është se nuk do të ngurohet atje. Ai do, po nuk mundet. Dhe problemi që ndron që pse merr iniciativa për cilat nuk i bën dot. Nuk i bën dot. Se po ishte do të bërë deri tani. Pse s'mundet? Po nuk mundet sepse nuk ka një ringe, që të shkojë aty të ngujohet 3 me javë në shesh. Për çfarë? Se nuk është po themi të njëjtën gjë, po pikërisht pra, se këta janë një Big Brother dhe mirë ata që shkojnë në shesh dhe ju besojnë tyre. Ai nesër shkon dhe dan tortën e urbanëve dhe të kazanëve me Ramën. Sot përdor ata shkretet që vinë nga ana e anës aty kaq. Ajo që shohim ne sot është ajo që unë jam thënë gjithmonë, kjo është një wrestling.
ta bëjnë sikur zihen, bëjnë sikur ndeshen. Bëjnë sikur ndeshen, me dysheme. Bëjnë sikur akuzohen, bëjnë sikur shahen, bëjnë sikur e kemi pasqyt keq ne. Dhe më fal, dhe simboli i kësaj është gjuajtja me fishek zjarre. Pra ti kërkon të bësh dhurë me fishek zjarr. Fishek zjarri është mjet festiv. Dhe ti me një mjet festiv po do të dhunosh palën tjetër, që kuptohet që ti si duke e dhunuar, ti po bën sikur e dhunon që ti tregosh njerëzve që ne po dhunohemi, ne po zihemi, ne jemi këtu në fakt këta në ortak. Nga ana tjetër janë duke ndarë pazaret me një tjetrin dhe gjithë kjo prandaj dhe njerëzit nuk vinë dhe mos. Bëjmë pak humor tani, duhet pak humor. Ironia më e madhe është në javën e kaluar ju dha Partisë Demokratike 1.66 milion euro nga KQZ-ja. Dhe këto shkojnë pa fishek zjarr direkt. Si vazhdimi i Big Brotherit që thot Flogerti. Pra qeveria, pra arka shtetit, 1.6 miliard, 1.6 milion euro. Por se nuk e ndërpres më askënd. Jo më ndërpres. Dhe dikush dhe bukura, mbyllet protesta 45 minuta para se me fillu Big Brotheri. Janë fantastik mërë. Po, njerëz do shohin Luizin. Si gjithë shkojnë në shtëpi. Shohin Luizin. Tani ka lider të tjerë aty. Kjo është një alarm që duhet t'i shkojë Sali Berishës, fakt, se edhe fishek zjarrit kushtojnë, kështu që do mbarohen një ditë dhe kur vi puna tek zgjedhjet, nuk do ketë para. Dhe kam përshtypjen që gabohesh flasin. Po mirë është t'i kursej ca paradën. Kurse sa për protestën, unë mendoj që jam zënë gjithë ditën sot me një kolektimin që thoshte që protesta do jetë shumë më e madhe se sa protesta tjetër dhe kjo ishte çudi e madhe. Ai thoshte më e madhe, unë thoja më e vogël dhe fakti që kjo protestë është shumë më e vogël se sa protesta e parë, është ajo që thamë që në emisionin e parë javën tjetër, që tu është pika e vlimit të militantëve të Partisë Demokratike dhe të Sali Berishës dhe nuk ka as organizim tjetër, as shoqata jo qeveritare, OEF, që mund të ndihmojnë Partinë Demokratike për të rritur pjesëmarrjen në këto mitingje. Sepse protesta është një spektakël, po spektakli është, si që tha dhe Rëgysi, spektakli ishte i dobët, ishte pa qëllim, pa ritëm, pa kurfar motivi që njerëzit të bënin ato ose të arrinin ato qëllimi për të cilit kanë ardhur. Kryem një ide, nëse mbaro. Edhe fundit është tek fjala që tha numri 2 i Partisë Demokratike që përmendet i Sokol. Kush është numri 2? Flamuri pa. Zoti Noga, po nuk ka numër 2. Unë atë e quaj numrin 2. Mirë, Zoti Noga, po nuk ka numër 2. Ne do vazhdojmë të kërkojmë zgjidhje politike. Kjo është e tmerrshme. Të kërkosh zgjidhje politike në një parlament ku qeveria ka 83 mandat, një mandat me pak se 84 për të kaluar çdo lloj ligji, domethënë është besoj që ka shumë vend sot për të revoltuar, për protestuar, sepse skandali për cilën protestohet është vërtet i problematike. Para dhe dyta, fakti që Rama po mbrohet duke mos u dorëzuar përballë drejtësisë. Rama nuk kërkon, Rama pengon hetimin. Që sot duhet ishte shkul sheshi atje. Vërtet, nëse ka aq njerëz, unë mendoj të më pak. Berisha kërkon njerëz, kaza është e rëndësishme. Martin, ka gjithë arsyet e mundshme. Kam përshtypje Ergys, po mund ta diskutojmë pjesën e dytë. Kam përshtypje Ergys, problemi që ka edhe kjo protestë, ka probleme me të vërtetën. Sigurisht pas 13 viteve ka shumë problematika, edhe skandale, si i quani ju. Por nga ana tjetër, kur ti e bazon protestën mbi një skelet të dobët argumentash, sigurisht dhe njerëzit nuk të mbështesin. Pra ideja është që duhet dalësh, protestosh, ta shohësh të vërtetën në sy dhe përballë. Në momentin që ti fillon, njerëzit nuk janë më budallej dhe gënjehen kur ti vërtet edhe ulëret. Ti njerëzve duhet të thush kush është problemi me cilin ti ndeshesh përballë, po si t'ia thush ti kur personit për cilin ti po proteston ka firmos
një pronë ku ti e bashkë aksioner, tu është problemi. Pra, do të thënë, kaos për të protestuar ka që të shkeme të ka gjithmonë jo për protestuar, për ta rrëzuar, për ta shëmba godin aty, domethënë. Po problemi është që këtu pastaj, unë mendoj zërky se kjo është narrativa që shkatron. Këtu pastaj je shumë i protestën. Këtu është shkatron protestën. Je shumë i majt. Jo, e di pse je shumë i majt? E di pse je shumë i majt? Sepse unë jam shumë i lumtur që personi unë jam shumë i sigurt që personi më i lumtur me këtë protestë sot është vetëm një. Po tjetër po diskutoj. Nuk jetë të mërzditur pak që sa kohë do vazhdoni me këtë retorikën që ajo ndërtesa është për të shembur dhe për të djegur, kjo është retorika. Kjo është retorika, por nuk kam, ky është një vend demokratik. Ne futemi në Europë, nuk mund të veprojmë më shumë ky. As nuk mund të japim njerëzve këtë idenë që nuk duhet djegim dhe duhet shembim. Unë nuk e mbroj dhe nuk e përkrah politikën e dhunës dhe të agresive dhe bile sa ta shpreha. Por po flas çfarë meriton ajo. Domethënë, por nuk po them që këta duhet ta bëjnë, se nuk është kjo mënyra. E kanë provuar një herë në 98-ën, hyn brenda me armë gjëra, dolën prapë dhe u dorëzuan me telefon. Me lejen e Kolit doja të thosha diçka. Si ekspert politik organizativ që jam, do të thënë që kam qenë. Po se ti në fakt ke përvoja konkrete me këtë gjë atje? Jo, nuk më vjen përkundrazi. Ti ke qenë dhe kur është rrëzuar busti atij xhaxhit tjetër? Po, ishte më e thjeshtë në atë kohë, ishe në 90-ën sepse të rrëzoje diktaturën ishte mision. Po se ky regjim është. Ka qenë në 8 janar. Por, sot, shikoj, me një fjali se duhet të them tjetër gjë. Sot, pas 31 vitesh, mu deshje të kuptoja që rinin time, e filluar që student në 10 të 90-ës, E ke çudëm? e kam quar në dispozicion, e kam vënë dispozicion të një kauze dhe të një, le të themi, të një ëndre politike që su ndërtua kur dhe u shkatrua pikërisht nga ai që drejton për dënë sot. Mirë që e kuptova dhe u largova i dola për balë, sepse po të kisha qëndruar atje, mëkati do vazhdonte përjetësisht edhe do vinte një moment në një moshë caktuar që fëmijëve dhe nipërve nuk do kur të na pyesin çka ka qenë ky budallëk që ka bërë, që ke bërë, nuk do të kishim çfarë të thonim. Po në qoftë të pyesin nesër që pse nuk qëndrove aty të përballesh me të ta mundje aty, po dole nga fronti dhe e le atë të bëjë atë që po bën. Qëndrova deri ditën e fundit. Flogërti është i mërzitur, Flogërti për pak pas ka dalë. Flogërti na ka mbështetur. Të dilte me shkop Facebook. Kam qëndruar që deri ditën që gjykata ka hequr, e hoqi vulën, siglën, legalitetin e PD-s nga ne dhe ja dha Berishës. Në atë moment çfarë do bëj? Mbaroj. Tani, të vit pak tek... Me njerë pas publicitetin nëse më lejon, vetëm duhet ta mbyll me një informacion të fundit, me që ngjarjet vazhdojnë. Në spitalin e traumës, sipas gazetarës tonë, janë 5 efektiv policisë që janë paraqitur dhe po ekzaminohen. Ndërkohë, 2 efektiv policisë janë në QSUT, ku janë paraqitur pranë shërbimit të djegje plastikës, po me sa duket gjendja e tyre i shikojmë dhe pamjet, ju lutem regjia, po këto janë pamjet efektive që kanë arritur. Duket që edhe kësaj radhe policët janë temi kontingjenti që janë prekur më shumë nga goditjet. Ka qenë edhe një kolegu ju, një kameraman, por dhe ai sipas njoftimeve të para deri tani, pra nuk ka për fat dëme, por ai është goditur nga molotovët. Mirë, shkojmë një për shkurt publicitar dhe rikthehemi pas pak për të folur për kilometrin e fundit të kujt?